Përshëndetje të dashur shikues, sot do të flasim për serialin Qyteti i Largët për episodet në vazhdim. Këtu shohim Firuzen, teksa qëndron në dhomën e nipit të saj Denizit, sheh rastësisht një fotografi ku ndodhet një burr që ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës së saj në të kaluarën. E tronditur, ajo e pyet Denizin se kush është ai. Deniz, pa e ditur të vërtetën, i thot se është miku i babait të tij Xhianit. Mina është shumë e lumtur për lajmin e shtatzanisë të saj. Përballë Ailës, ajo fillon të bëjë ironi dhe komente thumbuese, duke u sjellë në një mënyrë të çuditshme dhe provokuese. Edhe pse Aila përpiqet të ruajë qetësinë, sjellja e Mines i duket shumë e pazakontë dhe i zgjon dyshime. Sadakat është e vendosur me çdo kusht të zbulojë vendodhjen e Ugurit. Ajo bashkëpunon me vëllain e saj, duke planifikuar hap pas hapi se si të arrijë tek ai. Këtë bisedë e dëgjon rastësisht Firuze, e cila alarmohet menjëherë. Firuze telefonon menjëherë vajzën e saj Ailën dhe i thot se vjera jote Sadakat po shkon në një vend të çuditshëm, duket sikur ajo do të eliminojë dikë. Menjëherë Aila i shkon mendja tek Uguri, e friksuar dhe e tronditur ajo niset me nxitim drejt Sadakatit për ta ndaluar para se të ndodhë diçka e pakthyeshme. Alia arrin në vendin ku ndodhet Sadakat dhe sheh një skenë troditse. Sadakat ka drejtuar armën nga Ugur. Aila e tmerruar i lutet Sadakatit që të ndalojë. Në një moment shpërqendrimi, Uguri ja merr armën Sadakatit. Ai fillon të kërcënojë Sadakatin. Alia e traumatizuar i lutet edhe Ugurit. Ule armën, të lutem, por Ugur kërkon vetëm të arratiset. Në çastin më kritik, Xhian bërim papritur, ai qellon Ugurin për ta ndaluar. Megjithatë, pavarësisht plagosjes, Ugur arrin të largohet. I shpëton si Xhianit ashtu dhe Sadakatit. Situata mbetet e hapur dhe rreziku nuk ka kaluar ende. Pas ngjarjes me Ugurin, Xhiani lutet sërish Ailës që të mos përfshihet më në situata kaq të rrezikshme. Ai është i shqetësuar dhe i friksuar se mund ta humbas. Aila megjithatë e këmbgul se ka bërë gjën e duhur, sepse Sadakati ishte nisur me qëllim për të vrarë Ugurin, dhe nëse ajo nuk do të kishte ndërhyrë, gjërat do të kishin marrë një fund tragjik. Kjo bisedë tregon qartë kujdesin dhe dashurinë e Xhianit për Ailën, por edhe karakterin e fortë të Ailës, që nuk esht përballë padrejtësive. Nare dhe Shahin vazhdojnë të takohen fshehtas në vendin e tyre të zakonshëm. Aty, ata i shprehin dashurinë njëri tjetrit, flasin për planet e së ardhmes dhe ndrojnë një jetë së bashku, larg presionit dhe dhunës, por kjo lumturi zgjat shumë pak. Sadakat dhe Ozgan bërin në vendin e takimit, përpiqen të marrin Naren me forcë nga Shahini. Situata bëhet edhe më e rrezikshme, por Nare dhe Shahin arrin të shpëtojnë dhe largohen para se Sadakat t'i kap. Shahin e çon Naren në shtëpinë e tij për ta mbrojtur, por aty i pret një tjetër dram. Fidan, nëna e Shahinit, nuk e mirëpret as pak Naren, ajo e quan grua të dënueshme dhe i kërkon të birit largoje këtë grua nga shtëpia ime. Shahin refuzon kategorikisht, ai këmbgul që Nare të qëndrojë dhe tregon se është gati të përballet me çdo për dashurinë e tij. Të vendosur të mos dorëzohen, Sadakat dhe Ozgan shkojnë në konakun e Shahinit dhe i kërkojnë atij t'u dorëzojë Naren. Situata përshkallëzohet edhe kur mbërrin Xhiani. Ai thot qartë se Nare nuk mund të vazhdojë të qëndrojë me një burr tjetër, sepse është ende e martuar me Ozganin dhe kjo është situatë e papranueshme për familjen. Shahin përpiqet të bindë Xhianin se Nare mund të qëndrojë përkohësisht në dhomën e Zerinit derisa të përfundojë divorci. Por kompromisi i Xhianit është të marrë Naren larg rrezikut për të qetësuar zemërimin e Sadakatit dhe shmangur një konflikt të madh. Ai premton se Nare do të shkojë të jetojë në shtëpinë e tij dhe sapo të përfundojë divorci me Ozganin, do të lejojë Naren të martohet me Shahinin. Ky premtim i jep shpresë Shahinit, por le shumë pikpyetje për të ardhmen. Gjatë këtij episodi do të shohim se në konak përgatitet një festë e madhe për synetin e vogëlushi Deniz. Si një familje lidhur fort pas traditave, ata organizojnë muzikë popullore, valle, argëtim për të gjithë të ftuarit. Atmosfera është festive, plot ngjyra dhe gëzim. Gjatë festës vëmendja përqendrohet tek Xhiani dhe Aila. Ata shihen më afër se kurrë, komunikojnë me shikime dhe buzëqeshje, duken të qetë dhe të lumtur pranë njëri tjetrit. Për herë të parë pas shumë tensioneve, shikuesi ndjejnë se marrëdhënia e tyre po forcohet dhe po shkon drejt një afrimi të vërtetë. Pas përfundimit të festës, Mine shfaqet papritur përballë Xhianit dhe Ailës.
Ajo u thot se ka ardhur vetëm për të uruar. Në këtë moment, shikuesit mendojnë se Mine mund të zbulojë shtatzaninë e saj. Tensioni rritet, pritjet një përballje e fortë, por Mine nuk e zbulon ende të vërtetën. Prania e Mines i shtan këto dy, prish me njerë momentin e bukur që po përjetonin, edhe pse përpiqen të ruajnë qetësinë, Xhian dhe Ayla i kërkojnë Mines të largohet. Është e qartë se ajo nuk është e mirë pritur në jetën e tyre dhe prania e saj sjell vetëm tension dhe pasiguri. Pas përfundimit të festës së synetit të vogëlushit Denis, e gjithë familja mblidhet për të bërë fotografi kujtimi. Momenti duket të jetë i gëzueshëm dhe i ngrohtë, por tensioni nuk mungon. Gjatë përgatitjes së fotografive, Sadakat fillon të ironizoj Ailën dhe Firuzen me fjalë dhe nënkuptime të ftohta, duke lënë të kuptohet se ato nuk mund të jenë pjesë e kujtimeve familjare. Ky veprim tregon se edhe një herë karakterin përjashtues dhe kontrollues të Sadakatit, edhe përpjekjen e saj për ta nxjerrë Ailën jashtë familjes, edhe publikisht. Por në mes të këtij tensioni, Deniz i vogël flet me zemër. Ai kërkon dua një fotografi vetëm me mamin dhe babain tim. Ky momenti është të gjithë, ndryshon atmosferën dhe prek thellë shikuesit. Kërkesa e Denizit vendos Ailën dhe Xhianin në qendër, krijon një fotografi të vërtet familjare dhe përjashton të gjithë ironitë dhe konfliktet. Gjatë këtij episodi, Mina i kërkon mjekut të saj që shtatzania të mbetet sekret. Ajo është e vendosur që këtë të vërtet ta përdor vetëm në momentin e duhur, si një mjet për të rifituar Xhianin. Sipas saj, ai nuk duhet ta marrë vesh asgjë derisa ajo të ketë situatën nën kontroll. Ndërkohë, Ugur shfaqet përballë shtëpisë së Mines, i ndjekur dhe pas një vend ku të strehohet, ai kërkon asaj ta fshehë përkohësisht dhe më pas ta ndihmojë të largohet nga vendi. Mine pranon vetëm me një kusht, që Ugur t'i tregoj sekretin e madh që ai fshe në lidhje me familjen Alboran. Ugur nuk e zbulon me njëherë, por premton se e vërteta do të dalë shumë shpejt. Në anën tjetër, Fidan kupton se Shahin po komunikon fshehtë asmenaren, pa humbur kohë, ajo njofton Sadakatin. E tërbuar, Sadakat ndërhyn me njëherë, i thyen telefonin Ares dhe ja ndalon çdo formë komunikimi me Shahinin, duke e izoluar plotësisht. Sadakat vazhdon kontrollin e saj duke i kërkuar Ailës që ta largoj Firuzen nga konaku, por kur Aila shkon në dhomën e nënës së saj, gjen Firuzen në gjendje të rënduar shëndetësore. Përballë kësaj situate, edhe vetë Sadakat e ndërpret temën e largimit, duke mos e çuar më tej kërkesën. Ndërkohë, Ozgani i dëshpëruar dhe pa rrugë tjetër për të mos humbur naren, vendos të bashkëpunojë me Xhmelin. Ky i fundit i sugjeron që të përfshijë edhe Demirin në plan, duke bërë lojën edhe më të rrezikshme. Nare përpiqet të largohet nga shtëpia, por me urdhër të drejtë për drejtë të Sadakatit, asaj nuk i lejohet të kalojë as pragun e derës. Nga ana tjetër, Shahin shkon tek Demir dhe përballet ashpër, duke akuzuar se po pengon bashkimin e tij me Naren përmes bashkëpunimit të tij me Ozganin. Situata rrezikon të përshkallëzohet në konflikt të hapur, por zëri ndërhyn, duke u përpjekur të ndalojë armiqsinë mes bashkëshortit dhe vëllait të saj. Xhian zbulon se Firuze fshe një të kaluar shumë të dhimbshme. Ai përballet me të dhe i kërkon shpjegime për faktin pse ajo kishte vrarë një njeri dhe ka kaluar shumë vite në burg për këtë krim. Kjo bisedë dëgjohet rastësisht edhe nga Alia, e cila tronditet thellë. Përmes këtij zbulimi, Alia kupton më në fund arsyen pse nëna e saj nuk e kishte kërkuar dhe nuk kishte qenë e pranishme në jetën e saj për kaq shumë kohë. Me ndihmën e Mines, Ugur përpiqet të arratiset, por përballet papritur me Demirin. Ky i fundit, me armë në dorë, e detyron Ugurin të tregojë sekretin që ai di në lidhje me Xhianin. Mine përpiqet të dëgjojë bisedën, por para se Ugur të zbulojë të vërtetën bërin Xhian. Situata përshkallëzohet në një përleshje të armatosur dhe në kaosin e krijuar, Ugur humb jetën, sekreti mbetet i pazbuluar. Firuze kthehet sërish në burg dhe Alia e ndjen nga pas. Atje Firuze përballet me Rolin, i cili përpiqet të mohojë lidhjen me të. Firuze i tregon një fotografi nga e kaluara e tyre, duke e vënë përballë së vërtetës. Takimi shndrohet në një përplasje kërcënuese, ku Firuze i kërkon Erollit të qëndrojë larg Ailës dhe nipit të saj. Pas përfundimit të takimit, Alia e pret Firuzen jashtë burgut dhe e pyet me shqetësimin për arsyen e pranisë së saj aty. Para se Firuze të jap një shpjegim,
gjendja e saj shëndetësore përkeqësohet dhe Alia përpiqet ta ndihmojë. Ndërkohë zhvillohet seanca gjyqësore për divorcin e Nares dhe Ozganit. Sadaka dëshmon kundër vajzës së saj, duke e paraqitur Ozganin si një burr të mirë dhe duke deklaruar se nuk ka arsye për divorc. Seanca shtyhet. Jashtë gjykatës, Nare përballet me nënën e saj dhe kupton se ajo nuk do ta lejojë kurrë martesën e saj me Shahinin. Situata përshkallëzohet kur Shahin dhe Ozgan përplasen fizikisht. Përballë kaosit, dhunës dhe dëshpërimit, Nare merr një vendim ekstrem. Ajo merr armën e njërit prej njerëzve dhe qëllon veten. Fati Nares mbetet i panjohur, duke lënë gjithçka pezull dhe duke hapur një kapitull dramatik për episodet e ardhshme.